Miq radiongjallja, jemi sot me intelektualin e njohur, me piktorin dhe besimtarin e mirë, me zotin Lektasi, me cilin do të flasim sot për zhvillimin e curinë e kishës ortodokse nga viti 1944, pra në pjesën e dytë të shekullit të 20, deri në çerekun e parë të shekullit të 21. Si ka ecur kisha, çfarë ka ndodhur me të, dhe se si kisha e sotme, në ditët e sotme mund të përballojë sfidat me të cilat do të hasim në vazhdimsi. Profesor, të falenderoj shumë që jeni sot me ne. Ju falenderoj dhe unë, e kam për nder të flas për kishën. Sot, profesor, do flasim për kishën ortodokse gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 20 dhe pjesën e parë të shekullit të 21. Flasim për çerekun e këtij shekulli. Si e ka parë Leka me sytë e një besimtari, me sytë e një artisti, me sytë e një piktori? Si e ka parë kishën ortodokse për gjatë këtyre viteve? Bëj pjesë në një familje që ishte besimtare dhe shkonte në kishë rregullisht. Edhe brenda një kategorie qytetarësh ortodoks që kishin normalitet vajtje në kishë, aktivizimin me ato mundësitë e atërshme, për shembull bamirësi, po shifja në kishën e ngjillëzimit në bulevard, shifja pjesëmarrje të gjerë nga të gjitha shtresat, edhe nga ata funksionarët e shtetit, ministra, jurist, mjek, gjithfarë intelektualësh me emër. Me një fjalë, ajo që ndodhi më vonë me regjimin komunist ka qenë një dalje nga normaliteti, nga jeta e zakonshme që kudo në botë, bile edhe në blokun komunist, do t'ishte e pakuptueshme. Ngushtimi që ju bë kishës që me ardhjen e komunizmit, e sistemit komunist, për shembull me heqjen e të drejtës për të botuar një revistë, Jeta Kristiane, një revistë me nivel atëherë, që çmoi edhe nga komunitetet e tjera dhe në botë. Pastaj, derisa arritëm në 67 në të drejtën të mbylljen e kishave edhe të tempujve. Kjo na izoloi gjithë komunitetet nga një drejtë e natyrshme, e njohur në gjithë botën, po edhe e ndrydhi shpirtërisht. Ajo u ndje si një plagë që me kohë do të fashitej, sepse brezat e rinj, duke mos pasur prezencën e fesë në jetën e tyre, edhe në shkolla, si ka qenë, do të çmësoheshin nga ky kontribut kaq i rëndësishëm human edhe kulturor. Kështu që ne që e mbanim mend të gjallë kishën, që njihnim kryepiskopin Kristofor, që dëgjonim fjalën e tij, që kishim teologët e kishës, Popa dhe Beduli, edhe që lexonim revistën, edhe shikonim dhe kronikat që i merrte dhe shtypi i zakonshëm, ne mbetëm si një ishull i vogël, sepse brezi i ri nuk mbante mend më ato kohra. Kështu që ndrimi i sistemit kur erdhi në 90-ën, na u duk një
liri e dyfisht, jo vetëm liri politike, civile, po edhe liri fetare, e cila na mungonte kaq kohë. Kam qenë prezent në aeroport, duke qenë atje në Arinës, bashkë me një grup prej 30 vetësh, aktivist të asaj iniciative për të hapur kishën, e kishim hapur kishën me mjetet tona, pritëm episkopin e Andrusës, Imzot Anastasin. Impakti i karakterit të tij të qiltër, të qeshur edhe inteligent, më bëri përshtypje që në çastin e parë, edhe menjëherë u kthyem në kishën e ungjillëzimit, të rregulluar mirë keq nga neve në ato muajt që ishte lejuar. Edhe kërkesa e parë hipi në fronin episkopal, dhe kërkesa e parë ishte që të këndonim Krishti u ngjall. Sigurisht në shqip. Kjo ishte një sinjal që kundërshtonte gjithë ato thashe themet se kisha jonë me ardhjen e një prelati me origjinë greke do të grekizoj. Kuptova në çast që jemi në terren të sigurt. Kemi përpara një episkop, një dietar, siç kishim marrë vesh nga Artur Liolini, që ka emër në botë, si njeri që kryeson edhe organet e botës, konferencës episkopale të Europës dhe të Këshillit Botëror të Kishave, kështu që e quajtëm nder edhe fat që ky njeri po vinte të kryesonte kishën tonë, të rikrijonte kishën tonë, mbasi kishte një emër të tillë në botë, të fituar në Afrikë për llogari të Vatikanit të Aleksandrisë, në Afrikën ekuatoriale. Kështu që unë ndjeva i sigurt edhe për ato 2-3 seancat e fillimit ku u krijua ajo këshilli kleriko-laik, siç ishte nevojë e çastit, shërbeva si përkthyes. Pastaj edhe vura re që atë frymën e tij shumë konstruktive të dëgjonte gjithçka me vëmendje, edhe të kuptonte se çfarë duhej bërë, gjë që u vërtetua në gjithë qendresën e tij në Shqipëri. Ai vinjere kur unë bënja pjesë edhe në mbledhjet e të këtë këshillit kleriko-laik, vinjere që kapte momentin, kapte nevojat e çastit edhe ofronte me njerë zgjidhjen. Filloi sigurisht me shkollën teologjike, edhe kam qenë edhe pjesëmarrës edhe ndërmjetës për të ofruar një seli ku do t'i jetonte episkopi dhe këshilli. Periudha e eksarhut që me të cilën një ngarkesë me të cilën u emërua kryepiskopi, atëre eksarh, ishte periudhë për të studiuar situatën. Edhe mbasi u studiua situata, do me thënë, kërkim i një episkopi të mbijetuar shqiptar në Shqipëri dhe kudo në botë, doli negative, doli nevoja që
eksarku të bëj kryepiskop. E kërkuam neve, edhe shkoi një delegacion për këtë çështje në Patrikan, Konstantinopol. Edhe u pranua. Kjo ngjalli ato kundërshtimet e para themelore të elitës ish komuniste, të kthyer tash në, si të themi, në antifetare. Do më thënë, dolën variante sikur që pa e ditur çështjen fare, ose duke e supozuar, nuk kishte të drejtë Patrikana të emëronte kryepiskop. Kurse Patrikana në fakt i kishte bërë të gjitha etapat. E kishte studiuar me anë në një eksarku, edhe duke mos gjetur zgjidhje, emëroi, fronsoi Imzot Anastasin në fronin kryepiskopal. Kjo do të sillte shumë të mira mbas, sepse një kryepiskop ka të drejtë të vendosi me gjithçka ka të bëjë me Kishën Ortodokse, ashtu si ka pas për 2000 vjet. Fruti i kësaj ishte jo vetëm sistemimi material, do me thënë shkolla teologjike edhe administrimi praktik i dioqezave, po edhe formimi i sinodit, gjë që u realizua në një kohë mjaft shpejtë, me një numër klerikësh priftërinj, të cilët kishin dhënë shenja të mira organizimi, aftësie organizuese dhe edhe zelli besimtar. Edhe këtë sinode kemi dhe sot të pasuruar me elemente të rinj dhe kemi kryepiskopin Joan, i cili ka qenë i njohuri im qysh në vitet 90, sepse kisha gjetur në ambientet e Petrozhejit, ku bisedoj vazhdimisht për Kishën, për fen, edhe e kam vënë re që ai ishte aq i përkushtuar sa që bëri atë stazhin e tij edhe me shkollë në Shtetet e Bashkuara, edhe nuk ju nda kësaj kauze gjatë gjithë kësaj kohe, aq sa të ketë sot një bagazh të tillë teologjik edhe arhieratik, unë flas tash si laik, nuk e njoh mirë këtë se si një episkop, një i ri i përkushtuar ngjit shkallët e karrierës episkopale. Si e shikon Leka tani si besimtar? Si e shikon ecurinë e Kishës në post kryepiskopit Anastas? Jam vërtet falënderues për punën e kryepiskopit Anastas në të gjitha vështrimet. Nuk e di çfarë të zgjedh që është më e mirë se tjetra. Puna me fëmijët, puna me rinin, me gratë, puna për ekonominë në kushtet kur nuk kishim asnjë ndihmë nga shteti. Edhe pranoj që shteti s'kishte si ça ndihmonte në atë varfëri që ndodhi. Por spektri i miqësive që kishte krijuar në botë emri i tij, bëri që
kjo pikë e rëndësishme dhe e vështirë të përballoj me kontributet e miqve të tij në gjithë botën. Kisha si ajo e parafabrikuar në Fier, kam qenë atje kur u inaugurua dhe ishte prezente dhe kontribuesi Anastasiadi, më duket ishte një person me të vërtet fin, që diti të ndihmoj kishën në hallkën e vet më të brisht këtu në Shqipëri. Sot kemi katedralen e Fierit, nga më të bukurat që kemi. Pastaj me radhë të gjitha. Puna me studentët që do të bëshin teolog ose klerik. Kam qenë prezent kur i përzgjithte, kam qenë prezent natyrisht edhe gjithmonë në predikimet e veta që kishin të bënin me ngritjen e tyre intelektuale dhe teologjike, edhe jam me të vërtet falënderues them që një person, një njeri, një intelektual, një teolog i këtyre përmasave ka mundur të siguroj Shqipëria edhe të ketë këto pasoje që po ka. Kështu që edhe im Zoti Johani që sot kryeson kishën, e kam ndjekur edhe atë nga një i ri i zellshëm, i pasionuar pas teologjisë, pas kishës, arriti të jetë sot kryepiskop, sepse impenjimi i tij ka qenë maksimal. Domethënë nuk ju nda kësaj, sepse njeriu në kushte të tilla siç janë një shoqëri pak e shpërndarë në interesa, mund të gjesh persona që zgjedhin 2-3 degë ku të zhvillohen. Jam vetë, jam një besimtar që shkoj në kishë, po unë merrem edhe me gjëra tjera. Im Zoti Johani është shembull që ai ka ndjekur vetëm rrugën e Zotit. Domethënë të shërbëtorit, të komunitetit drejt Krishtit. Edhe jam i kënaqur për këtë, bashkë me shumë shokë të mi që e komentojmë, që kemi këtë person në krye të kishës, e cili predikon në një mënyrë të shkëlqyer, edhe do të na çojë edhe sinodin, edhe brezat e rinj të klerikëve në këtë rrugë të kërkesës maksimale për cilësi në kishë. Miq radiongjallë, ishim sot me artistin e njohur, me intelektualin zotin Lektasi, me të cilin folëm për kishën ortodokse për gjatë viteve gjysmës së dytë të shekullit të 20 dhe për qerekun e shekullit të 21. Folëm në fakt për gjithë zhvillimet, por edhe në fund fare edhe mënyrën se si mund të mbahet kisha ortodokse autokefale e Shqipërisë, se si mund të ecë në këmbët e saj, dhe se si mund të përballojë dhe sfidat me të cilat përballet shoqëria, edhe kjo sipas kohrave të cilat ne po jetojmë. Unë ju falenderoj shumë, zoti Leki, si shumë e marrim të kishim sot këtu në këtë studio të improvizuar. Këtu jemi në sallën e rinis pranë kompleksit të katedrales Ngjallja e Krishtit. Faleminderit.